Rolli është çështje tjetër. Unë atë s'mund të paragjykoj, por unë në kuptimin pozitiv gjykoj si jurist se do të ishte shumë pozitive që kjo çështje mos harrohet edhe të ecet përpara në mënyrë që të vinë dete ndryshimit kushtetuese që presidenti apo presidentja të zgjedhet prej votës së qytetarëve. Dhe si shihni në fakt krejt këtë përplasje politike që po ndodh në këto momente mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani, sepse është ende presidenti deri më 5 prill. Si shihni? Është përkeqësore dhe përplasja çdo politikajve dhe sidomos e barzave funksione publike, siç është rasti i presidentes me kryeministrin apo këto ashtu që thoni edhe ju, edhe situata që na rezultoi me shpërndarjen e kuvendit dhe ndërhyrjen e gjykatës kushtetuese, nuk kisha pas dëshirë të ndodhë kjo asnjëherë. Sikur që nuk kam pas dëshirë të ndodhë as më herët. Bile po them të drejtën si jurist, shpesh e rekomendu në kohën kur kuvendi për një vit s'mund ta zgjedhte kryeparlamentarën në veç shkojshin në vishin në mbledhje, ka mendu nganjëherë në kokën time si jurist që të bëjnë një padit gjithë deputetëve. Një padit gjithëve? Gjithë deputetëve për pasurinë pa bazë. Pse? Sepse një vit shkuan, hynshin në kuvend, dilshin ka 5 minuta. Ligji përgjithësues konstitucionor e thotë me dispozitë ligjore atje pasurimi pa bazë. Unë për veti